Nga sot prifti shqiptar Ernest Roshani do të jetë kardinal i Kishës Katolike, i përzgjedhur mes 17 kardinalëve të tjerë nga e gjithë bota nga vetë Papa Francesku. Në një ceremoni të veçantë në Vatikan, Papa Francesku ka pritur priftin shqiptar i cili është 88 vjeç, por që një pjesë të madhe të jetës së tij e ka kaluar në burg për shkak të besimit. Të veshur me të kuqe, simboli i gjakut të martirëve, kardinalët e rinj që njihen ndryshe si princër të kishës, u përulën para Papa Franceskut, teksa kreu i Vatikanit u vendosi në kokë kapelen e kuqe të kardinalit, shoqëruar edhe me një përqafim vëllazëror. 13 nga kardinalët e rinj janë nën 80 vjeç dhe përpasoj mund të marrin pjesë në konklavat sekrete për zgjedhjen e kreut të ardhshëm të 1.2 miliard katolikëve, në rast se do të ishte nevojshme për një pap tjetër. Kontinenti më i përfaqësuar në emërimet e reja do të jetë ai europian me 5 kardinal të rinj, i ndjekur nga Amerika e Veriut me 4, Afrika me 3, Amerika Latine dhe Azia me 2, e së fundmi Oqeania. Deri më sot ishin 7 kombet që nuk kishin asnjë kardinal, prej tyre 4 do të kenë kardinal me të drejtë zgjedhore, siç është Republika Qendër Afrikane e Bangladeshit, ishujt Mauritius e Papua Guinea e Re, dhe 3 kardinal me të drejtë këshillimore si Malajzia, Lesotho dhe Shqipëria. Kështu, kolegji kardinal i pas konsistorit do të ketë 228 kardinal, nga të cilët 121 zgjedhës e 107 jo zgjedhës, 55 të emëruar nga vetë Papa Francesku. Historia e kardinal Ernest Roshanit është një histori e dhimbshme, e cila dëshmon dhe përfaqëson më së miri kalvarin e vuajtjeve të klerikëve shqiptar në kohën e komunizmit. U burgos nga sistemi asaj kohe për shkak të një meshe që mbajti në Shkodër për presidentin amerikan John Kennedy. U arrestua në 24 dhjetor të vitit 1963 dhe u dënua me 18 vjet burg për agitacion e propagandë. Pjesën më të madhe të burgut, rreth 10 vite, e kreu në burgun e Spaçit, pastaj në Kurbin, Kruj, Vlorë, Laçe, Lezhë. Por edhe pas 18 vitesh burg e vuajtjesh, Ernest Roshani nuk kishte asnjë mëri për persekutorët e tij. Pas lirimit, ai bekoi personin që e kishte arrestuar, pasi siç tha, për hapja e dashurisë ju shërben më mirë njerëzve. Zoti e rujt personin që më ka arrestuar. Mikroshpia ishte kanto, shkon vesh te ku shkoj, e atëherë se fjala parë kjo do të varem litarë që i ka thënë popullit me dekt gjithë për Krishtin. Të i keni në dokumentat të sigurimit, do të jenë në asë zënë djekë. Por, më kanë drejtuar mirë. File, ka pas për tyne që edhe u kartë kesh, se më kanë bu hekurat. Natën e Krishtinëve pa të tanë mesh. Zoti pas më shije për të gjithë, po shpërblimi është për të gjithë. Kur Papa Francesku vizitoi Shqipërinë, Dom Ernest Roshani dëshmoi vuajtjet e tij në diktaturë dhe forcën që i dha besimi te Krishti. Historia e tij e vuajtjeve përloti edhe Papa Franceskun. Përqafimi i Papës me Dom Ernest Roshanin dhe lotët e tyre bën xhiron e botës. Ndoshta ky ka qenë momenti kur Papa u bin ta emëronte kardinal Ernest Roshanin. Sot i gjithë mundi dhe sakrificat e tij u shpërblyen nga Papa Francesku, i cili emëroi kardinal me motivacionin për një qendresë historike në kohën e komunizmit.